Babu emri من نعس في الصلاة في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك. Nëse dikujt I vjen gjumi namaz ose e ka të vështirë ta plotësojë Kur'anin, që e ka vënë si detyrë pra në vetes që lexon çdo natë apo dhikri, atëherë le të flejë derisa të marrë vete. Qëllimi I adhurimit nuk është shifra. Qëllimi I adhurimit nuk është shifra, as sasia, është ndjeshmëria, lezeti, shija. Për këtë arsye thotë, nëse dikush namaz merr koti apo gjumi, flej gjumë. Nëse dikush s'po I kujtohet Kurani prej lodhjes, flej gjumë, qetësohet, pastaj të falet prapë. Nëse dikush I ngatrohen duat namaz, për pa gjumësisë, ngatrohen duat. E nisë o Zot më falë, o Zot më shiro, pastaj ka dalë ke makina, ke fshesa, ke baftjari, vjen mensh. Haroja atë që ke nisë në rast e gjumin. Pastaj më vonë, falu prapë. Pra ideja është të ndihet adhurimi dhe të lej gjurmë, edhe jo para s'kemi nevojë me tregu Zotit që janë fal kaq. Zoti di. E di Zoti që ti ke qenë I lodhur, ke qenë I pafuqishëm, ke qenë për gjumër, s'ka problem. E fal më vonë, e fal nesër. Aman vetëm njëti ti jetë më u fal. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم إذا حبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. Një ditë pejgamberi sa futet në xhami dhe pa një litar të lidhur mes dy kollonave, mes dy shtyllave. Dhe pyeti pejgamberi alayhis salam, po ky litar çfarë është? Ç'është ky litar këtu? Thamë pejgamberi Zotit, ky është litari I Zejnebes. Zejnebi ishte bashkëshortja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në besimtarëve. Kur lodhet kush? Zejnebi mahet në litar. Subhanallah. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jo, zgjidheni litarin, të falet secili për jush aq sa është aktiv. Aq pra sa e bën me fuqinë e vet, si më thon. E nëse lodhet, të qetësohet. Po mirë ne për të arritur po lodhme. Pa njënë e është ta kthej edhe I herë të arrin, si që kemi pas. E thash që arritëm kësaj dite me ndryshu, ti thu ta kthejmë edhe I herë, mrapsh. Po lodhet xhamoti. Xhamoti e ka kollaj. Kush lodhet, ullet. Ja, pa në mjetor në rezor. Pa në dëzishë. E si ullë filonin. Me hala e kemi problemin se për këtë po falemi. Akoma nuk kemi zgjidhur dilemën e madhe se për këtë po falemi. Ullë, e po thonë njerëzit. Njërë vazhdo me njerëzit pra. Rrit, duratën. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وعندها امرأة قال من هذه؟ قال فلانة تذكر من صلاتها. قال ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. Nëna besimtar Aisha radhiyallahu anha tregon se një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fut në dhomën e saj dhe gjeti pejgamberin sa një grua tek Aisha radhiyallahu anha. Dhe pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kush është kjo? Tha Aisha, është filanja. Dhe filloi Aisha radhiyallahu anha përmendin namazin e saj të madh, pa falë shumë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mjaft. Falni aq sa keni mundësi. Pasha Zoti nuk velet derisa të veleni ju. Për që do të thotë kur njëri sforcon, shkon një moment që se ban mo edhe e lën krejt. Kështu që më mirë një numër I logjikshëm dhe e man gjithmonë ritmin se sa I fut gazin në fillim
edhe pastaj marrohen bateriat, e marrohet benzina shpejt. Gjëja që më shumë t'i donte pejgamberi alayhis salatu wassalam ishte ajo që ishte e përhershme. Gjëja që më shumë t'i donte pejgamberi alayhis salam nga adhurimi i Zotit, pra ishte e përhershmëria, konstantja. Çoje vetëm ta në një numër normal, edhe majes atje tjetra, inshallah ta'ala. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيصب نفسه. Nëna besimtarëve Aisha radhiyallahu anha tregon se dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nëse kotet ndonjëri për jush gjatë namazit, le të shkojë të flejë gjumë derisa të iki efekti i pagjumësisë prej tij. Se ndoshta ndonjëri për jush kur falet për gjumësh, në vend se për t'u lutë dhe për të bojës të farë sha veten. Pra ja fut këtë më kotë, kjo është ideja. Sha veten, dhe më thonë ja fut këtë më kotë, flet për qartet. Pra gjithë ideja është ajo që ne tham pak më herët dhe pak më përpara. Po mirë, bëjmë prapë këtë terapit tonë, nëse vej gjumë nga që janë terapit e gjata shumë, ullur, nuk ka problem, se po të ullësh, t'ik gjumin. Kështu që stresit zero ose stresin e ngrirje.